Tubimin me nëndigët e hasit që mbajtën në shkollën e fshatit të Gjonaj, kryetari Tutaj dhe kandidatët e PDK-s që garojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme të 7 qershorit. Para hasianëve bën shpalosje në programit të kësaj partie, derisa kandidatët të dhanë premtim se do të bëjnë shumë për hasin në Gjonaj. Pranë qytetarëve, prezantimin e kandidatëve e bëri kryetari Tutaj. E pastaj për të shpalosur programin e PDK-s dhe ekipi kandidatëve për deputet, morën edhe premtimin e hasianëve që do të kenë për krahjen e kësaj gare. Hasianët të mbrëm dëshmuan edhe njëherë mbështetjen e tyre të fuqishme për ndryshim që i duhet Kosovës. Në Facebook shajnë, ofendojnë, kërcënojnë, dezinformojnë. Zhvillim s'ka, perspektiv s'ka, duhet me ndërprej këtë trend negativ. E qysh ndërprejet, këtë ndërprejet me fuqinë e votës. Na kemi ditë me ndërprej trende negative, e kemi të regu vetën në prezent kër e kemi marrë pushtetin, që që kemi transformu qytetin, edhe jam i sigurt që në qofë se organizohu mirë, me fuqinë e votës, kemi me dhënë një kontribut serioz që me rrit numër në votave të Partisë Demokratike, edhe me zvoglu numër në votave të partisë tjetër të cilës besoni se meriton asemër me apërmen. Njerëzve që kanë dhënë maksimumin për këtë shtet, ju gjesin lloj-lloj epitete. A jetë shtrenjtar, a jetë zullumqar. Marrën e përmend këto fjalë. Edhe marrë para ata njerëz që mendojnë që ai ka drejt edhe duhet me kërkan me vota. Duhet më qupe i gjumit, i thonë bollë dhe sloganin stop. Në këtë takim me qytetarët e hasit u shprehë vendosshmëria e qartë e tyre për të mbështetur kandidatin e PDK-s për kryeministër Bedri Hamza dhe kandidatët e PDK-s për deputet të Prizrenit, kurse i u premtua vote dhe kandidatës së hasit. Energjia, besimi dhe mobilizimi i madh i qytetarëve janë dëshmi se më 7 qershor Kosova do ta zgjedhë zhvillimin, përgjegjësinë dhe një të ardhme më të mirë, u tha në fund të këtij takimi në Gjonaj të hasit. Pashtu jam edhe koleksioniste e veshjeve të hasit, ku kam prezentuar veshjen me ekspozitat e mia në Kosovë, në Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jam shndruar dhe një ambasadore shqiptare e kulturës shqiptare. Sot jam këtu në mesin e juve, që e lypi për krajin e juve, që në mënyrë dinjitoze të paraqitem edhe si deputete ashme në Kuvendin e Kosovës. E mojta është kundër bizniseve edhe afarizmit. E mojta shndron birokraci, e mojta kthen telashe, e mojta bjen probleme. Ju e keni vetëm i zgjidhje, edhe po besoj që e dini zgjidhjen. Tash pja u thom numrin. Numri janë 125. Partia Demokratike e Kosovës me në krye kandidatin më të përgatitur, zotin Bedri Hamza. Mua më ndodhi në disa raste kur takova njerëz që thonë që po neve na i ka rrit shtesat. Shtesat e fëmijëve, shtesat e nënave lehona dhe shtesat e tjera. Mos e ngatroni një gjë shumë me rëndësi. Shtesat nuk do të ndalen kur fiton Partia Demokratike e Kosovës. Shtesat do të rriten për 50% dhe patjetër që gjithmonë do të merrni shtesa. Mirë po, Partia Demokratike ka premtuar me programin e saj se do t'i rrisë këto. Një emocion të veçantë sepse gjithmonë kujtohet daja imi ndjer Shoqëri Shehu, që është prej fshatit Planet dhe ka qenë një ndër mësimdhënësit e parë në fshatin Gjonaj. Andaj ai i takon të brezave që nuk ndërtonin vetëm shkolla, mirë po ndërtonin edhe vetdije kombëtare, ndërtonin dije dhe formonin gjenerata shumë të arta dhe gjeneratat të cilat dhanë shumë për arsimin. Sigurisht ky nuk është takimi ynë i parë, sigurisht takimi ynë i parë ka qenë në vitin 2007, kur për herë të parë e ka marrë besimin tuaj si asambliste e Komunës Prizrenit, pastaj përsëri në vitin 2009, ku më keni vlerësuar me votë për çka jam mirënjohëse edhe atëherë, edhe sot, edhe përjetësisht. Kemi nevojë edhe një herë për besimin tuaj, e me siguri kemi me pas nevojë përsëri. Dhe sot e shohim që Kosova ka mbetë në shumë aspekte shumë prapa. Na sot ishim edhe në një takim me kryetarin Bedri Hamza, edhe dha një shembull që mu ma tërhoqi vëmendjen shumë. Unë para 6 viteve kam propozuar një ndryshim në TVSH,
për të mirën e qytetarëve dhe që 6 vite ne nuk e kemi parë që ai ligj ka hyrë në funksion. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.